në rastet të ndryshme ka ndodhur xhamati nuk e kuptojnë çka është rëndësia e forzit. Rëndësia e forzit është të dashurit e mi me rujt bashkallokun mesin tonë, vllaznillokun. Çfarë do pune e cila e rrezikon vllazërinë tonë, ajo pezullohet, edhe nëse është sunet. Këto është rregull. Çdo sunet apo çdo nafile e cila e rrezikon forzin, pezullohet suneti e ruhet. Çka ruhet? Ruhet vllazëria. Kanë ardhur një dietar atje në Arabinë Saudite, kanë pyet, ka thonë filën xhamin, filën kontinentin. Ka thonë halo vetdia islame është nivelin e ulët. Nuk e kuptojnë ata qysh për shembull është sipas sunetit një punë e caktuar me u kry. Ju në që xhamati, jo, ma kështu nuk bën. Na, bobe gjithë qështu e kena boti po dënë kështu. Hop, fjallë, aj tjetëri, deri të ka ca fytja. Qa ka që letër djetari? Ka thonë mshel në xhamin. Pse mshel në xhamin? Ka thonë me fonë namazën e teravive, ka thonë është sunet. Me nejtë bashkë, me dashni një tjetër në farz. Kur ta rrezikoni, thot ju forzin me sunet, bjen suneti ruhet forzi, thot mshel në xhamin, s'ka mu fol teravijeq. Derisa ta kuptani, thot, rëndësin e ruajtjes së vllaznillokut. Qyret subhanallah. Kjo është rregull për të cilin shumë pak njerëzit janë të kujdesshëm ndaj kësaj pune. Për shembull,